Me kërkesë duke taku ca, duke i prit ca, duke taku, i mblodha përfundimisht 30 firma. Nga 20 që duheshin. Edhe brenda afatit caktuar se ishte data 2, i kam dorëzuar në Po, si ishte çështja e afatit, Kuvendi Shqipërisë. Kualifikuan sepse ishin jashtë afatit, mbledhja e firmave. Unë vi nga jurisprudenca, kam 30 vjet profesion e juristit, kam 27 vjet, kam punuar si gjyqtar dhe ne gjyqtarët procedura është e patolerueshme. Dhe brenda afatit, ndoshta 24 orë, 48 orë para afatit, i kam depozituar listën me firmat e 30 deputetëve, të gjithë deputet nga grupet parlamentare të opozitës, nga Partia Demokratike, agrare ambientaliste, edhe parti tjera, Partia Drejtave të Njeriut. Por unë kuptova me njerë se kur pash se u liberalizu dhe një firmave, se në praktikën e deri tanishme, në të gjitha institucionet që zgjidhen me mbështetjen e firmave të deputetëve, ka si një deputet nuk mund të japë më shumë se 2 firma. Po? Nuk mund të mbështesë më shumë se 2 persona. Nuk është e shkruar as në ligjin për avokatë të popullit, as në ligj tjetër, po kjo praktikë është mbajtur në zgjedhjet e 3 avokatëve të popullit që janë zgjedhur deri tani në Republikën e Shqipërisë. Kurse grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka ndodhur që një deputet ka firmos edhe për 5 persona. Po kjo ishte pa dieni e tyre? Përse ndodhi kështu? Kjo është çorganizimi i tyre. Se nuk mund ta them unë se është pa dieni, pasi aty në grupin parlamentar ka deputet që kanë disa... Kjo është një rregull, zoti Aluci, pra nuk mund... Deri si vjet, në të gjitha, se ka dhe instituciona tjera të pavarura që kërkojnë mbështetjen e një numri të caktuar deputetësh për të votuar nga kuvendi. Dhe gjithmonë është marrë kjo praktikë. Si vjet kjo praktikë u shkel. Pse u shkel? Në një moment caktuar kur pa Komisioni i Ligjeve dhe grupi parlamentar i PS-s nëzore një njoftim se nuk mund mbështetes më shumë se një kandidat. Po kur konsultuan me legjislacionin dhe kur kishin arrit marrëveshjet e fsheta për të zgjedhur ish kryetaren e partisë Thurja apo Çturja, Nisma Thurja, dolën dhe deklaruan se me qenë se ligji, kryetari i grupit parlamentar zoti Taulant Ball, me qenë se ligji nuk parashikon as ligji i avokatit për avokatin e popullit, as kushtetuta se sa është evazive se sa, tha ne do t'i njohim të gjithë firmat. Të gjithë ata kandidatë që kanë marrë më shumë se 28 firma. Po. Pra firmat u vendosën nga opozita dhe u njohën. Firmat u vendosën të gjitha nga opozita. Dhe u njohën, do të thënë, u shkel rregulli, por gjithsesi u pranua ky rregull. Nga Komisioni i Ligjeve u pranua dhe u kalu. Po kur u pranua kjo? Kur këta... Po cila është marrëveshja e fshehtë? Ju thatë... Është një marrëveshje për të zgjedhur avokat populli. Kush e ka bërë? Partia Socialiste domosdoshmërisht, duke përdorur edhe element të ndryshëm të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mu më ka ndodhur se ca deputet që kanë vite që njefën me ta, më kanë thënë se nuk ta firmosi dot pa e pyet doktor profesor Sali Berisha. Unë kur s'arrita ta pranoj që Sali Berisha ka thonë mos e firmos